ato që janë profesionistë që kanë arrit nivel të profesionalizmi në sistemin gjyqësor, nuk largohet nga vendi vetë. Ju thonë, shumica që kanë arë këtu i ke jetu nga komunikimi që larg janë për të qenë gjyqtar perfekt. Kështu që a luftuan korupcionin apo vetë përfunduan si të korruptuar? Shikoni, nuk ka që nuk kemi natë që kemi rezultatet prekshme që ato kanë përqenu ta zamë së kur sot që po bënë spaku në Shqipëri ose që ke nej rast, dohën kanë zhvillu shpesher procedura me akuza koti, në fund kanë përfundu me akuza dështume. Kështu një ka qenë edhe me Uleksin, pra pritshmërit kanë qenë shumë të mëdhaja, pra për të luftuar krimin organizuar edhe korupcioni. Drejtën me të thonë, nëse i merë matë atë rezultatin që kanë shenu në sistemin gjyqësor, po flasë në trajtimin e çështjeve, luftimin e kriminalitetit. Janë dimenzione tjera nga se kanë ndihmu jo pak në infrastrukturë, nga se mekanizmat e ndryshme që kanë qenë të angazhuar ndërkombëtar për sistemin e drejtësisë. Me trajnime mi po flasë për sisteme për gjyqtarët dhe prokurorët e UNMIK-ut. Dhe pastaj, kur përfundoi misioni dhe misioni evropian i sundimit të ligjit dhe Oleksi, për mua, nëse i krahason ato rezultatet, ma mirë ka qëndru UNMIK-u se sa këta të Oleksit. Ma mirë ka qëndru UNMIK-u se sa të Oleksit. Sinqerisht, se ato kanë vepruar rrethana shumë ndryshe se sa kur ka ardhur misioni i Oleksit në Kosovë, që veç situata ka qenë pak a shumë ma e konsolidume në raport me vitin 2000. Deri këta kur kanë ardhur, veç ka fillu sistemi veç test në binarët normal, por nuk kanë shenu as një rezultat që mund ta quani të dështuar këtë sistem? Për mua ka dështu, sistemi i Oleksit ka dështu, nëse nuk ju thash, përpos asaj që nga njëherë kanë marrën disa çështje që vendasit gjyqtarët vendor kanë hezitu që të merren me to, për shkak të presioneve të ndryshme, për shkak të frikës ndryshme, nuk ka në aspektin profesional të thush se vërtet këto arritën me i luftu këto grupe kriminale, këte krim të organizuar, këte, po ju thash ma tepër, kanë nisë procese, kanë përfundu procese, kanë zvarit procese, edhe në fund nuk ka rezultate.